Tërë situata krejt normale, lokalet plot, gjithë rregull, njerëz rrugëve. Duket si u normalizua, nga nesër fillojnë dhe fluturimet, kryesisht për ata që kanë ngecur. Janë hapur të aeroportit Dubait nesër në mos gaboj, Abu Dhabi ishte hapur sot, ishte filluar disa fluturime. Kështu që duket sikur situata po shkon drejt përmirësimit. Nuk ka patur dhe kështu, përveç mëngjesit që ishte një dy zhurma të forta që u dëgjuan, pastaj gjithë dita ka qenë krejt e qetë. Flaka. Në çdo lajm.